بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Allahun azza wa jalla lavdërojmë, ata falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje të Allahu azza wa jalla nga tekëqijat e shpirtave dhe veprave tona, atë të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e tij nuk ka kush që humbë, ndërsa ata të cilën e lënë në humbje me drejtsinë e tij nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok. Edhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut azza wa jall qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Kjo është ligjërata e fundit që do të kemi në lidhje me dispozitat që kanë bëjnë me agjerimin, nga se realisht vetëm do jemi në prag Bajramit dhe në përfundim të Ramazanit, dhe kemi filluar në ligjëratën e kaluar të shpjegojmë punën e itikafit. Se tash dëgjojmë Ramazan me hinë itikaf 10 ditësh në fundit të Ramazanit e kështu me radhë, e për atë zakonisht ata që shkruajnë libra në fiqh, në fen islame dhe në dispozitat të rregullave, kur flasim për agjerimin, zakonisht në fund të agjerimit i cekun edhe dispozitat dhe rregullat që kanë bëjnë me itikafin. Edhe pse itikafi, se itikaf nuk është patjetër me kon Ramazan, se njeriu mundet me qëndrua në xhami edhe me ditë e me orë edhe jashtë Ramazanit, me qëllim që të qëndrojë në xhami të adhurojë Allahun azza wa jalla dhe të shtoj veprat e mira. Mirë po përderisa zakonisht është traditë edhe pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po kështu ka vazhduar edhe pas tina që mu bë itikafin në Ramazan, atëherë dietarët i cekun dispozitat e itikafit, domethënë më njëherë pas dispozitave të agjerimit. Edhe në ligjëratën e kaluar kemi marrë me treguar se itikafi është sunet i fortë, është i cekun Kur'an, thash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka konsenzus dietarëve që është domethënë sunet. Dhe kjo traditë ka vazhduar ndër shekuj prej kohës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e sotit. Mirë po, si çdo gjë që ka rregullat e veta, itikafi ka rregullat e veta. E kena diskutuar çështjen se a duhet me bë itikaf apo me bë itikaf në gjitha xhamiat, apo duhet me bë itikaf vetëm 3 xhamiat e mëdha në Çabe, xhamit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në Aqsa. Dhe kemi cekur mendimin më të saktë dhe të shumicës se realisht nuk është e përcaktuar, domethënë që më u bë vetëm në këto 3 xhamia, mirë po më së miri, shpërblimi më i madh është nëse bëhen ato 3 xhamia, nga se në namaz në Çabe është sa 100.000 namaze, në namaz në xhamit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është sa 1.000 namaze. Në namaz në Mesjidul Aqsa ka mos pajtime 250 apo 500 namaze xhetiu. Pra thjesht ka kush se konteston se më së miri është me bë itikaf atje. Mirë po, realisht nuk ka argument të qartë që e përkufizon se më bë itikaf vetëm atje, kështu që përderisa sunet realisht është shumë e palogjikshme me u koncentru dhe mu ngështu kjo punë veç më bë itikafin ato 3 xhamia, kur alhamdulillah tash për shembull janë 1,5 miliardë musliman, afër 2 miliardë, e më thonë që itikafi duhet me bë vetëm atje. E ka mundësi është me 1000 kilometra prej Mekës, ose prej Medinës, ose prej Aksas, plus rruga, plus domethënë numri i kufizuar atje, është si farë forme si kur i thush shumicës besimtarë muslimanë mos bëni itikaf. Kjo nuk është për qëllim domethënë shariat, nga se zakonisht shariati domethënë këto adhurime të cilat bëhen vazhdimisht dhe për çdo vjet i lënë të lira që të bëhen nga shumica e njerëzve. Kjo ka qenë meselja e parë,
Mesela e dytë që kemi trajtuar ka qenë çështja se a duhet patjetër me nejt një itikaf 10 ditë, apo mundet njeriu me nejt edhe kohë më të shkurtë. Realisht me plota është me bë itikaf 10 ditë apo 9 ditë, sa i ka 10, domethënë 10 netësh i fundit apo 9 netësh i fundit. Mirë po, njeriu ka mundësi sipas dietarëve edhe një namaz, për shembull prej dreke një kindi, ose pe akşamit një atësi, ka bi dietarëve që llogaritën se nëse rrin njeriu në xhami edhe bën ibadet, edhe lexon Kur'an, e falet dhe kështu me radhë, domethënë ka mrije një shpërblim të itikafit. Edhe pse mendimi më i saktë kemi cekur në gjëratën e kaluar se s'paku itikaf i pranuar edhe thjesht i njohur në islamin ton është me nejt një datë e një ditë, edhe këtë e kemi marrën për i rastit të Omerit radiallahu ta'ala anhu, kur ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se jun pa të zotuar me bani itikaf, domethënë çabe para islamit. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë i tregon, një ditë tani natë, atëherë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmbushe zotimin tënd. Në meselë që se kena cekur në ligjëratën e kaluar ka qenë kjo, se kur duhet me hini itikaf nëse don me nejt atë 10 ditëshën e plot të fundit Ramazanit. Nëse njeriu don me mri këtë 10 ditëshën e fundit apo 10 netëshën e fundit Ramazanit që me kërku natën e Kadrit, njeriu duhet me hini itikaf në xhami para se me përëndu dielli i ditës së 20. Se në shariatin ton, nata fillon para ditës. Për ata i fillojmë taravit natë përpara. E natën e Bajramit nuk i folëm taravit, se nata e Bajramit realisht është nata e Bajramit, nuk është më pjesë e Ramazanit. Edhe te itikafi është e njëjta, nëse dojnë me hije 21, duhet me hijen para përfundimit diellit të ditës së 20 të agjërimit. Ndërsa kur dalim, duhet me dal ditën e fundit të Ramazanit, pasi që të përfundon dielli, perëndon dielli dhe të bojnë iftar. Se zakonisht kush e kqyr, domethënë honën me syje, realisht hona zakonisht shihet në atë pjesën e fundit pak pasi që të perëndon dielli, edhe thjesht lajmi derisa të përhapet është ajo shanca domethënë që një gjysmë një orë pas perëndimit të diellit më ditë se nesër është Bajram tek ata që e kqyrin me sy. Ndërsa na realisht kjo përcaktohet me përllogërie, domethënë astronomike, edhe caktojnë edhe hyjmin e Ramazanit, edhe Bajramin më herët domethënë me muaj, edhe din saktësisht domethënë që nesër është Bajram, edhe ditën e fundit të Ramazanit, pasi që të fal Bajramin, akşamin realisht lejohet me dal prej itikafit. Ka disa transmetime që ka ardhur prej sahabëve që kanë vazhduar edhe natën e Bajramit deri në sabah me nejt, mirë po nuk ka ndonjë argument të qartë në këtë mesele. Çështja tjetër që kemi cekur, kemi cekë se ai cili domethënë zgjedh xhamin me nejt në itikaf në të, duhet me zgjedh një xhami e cila i falen 5 vakte në të. Mos me kon xhamie domethënë që është dalë prej përdorimi, ose me kon xhami e cila është e ndonjë firme, ndonjë vendi të punës ku njerëz zakonisht mundën me falë në të drekën e ikindin. Edhe me thonë po bëj që aty itikaf, nga se realisht aty nuk falen 5 vaktet. Itikaf është me qëndru një vend. Fjala itikaf është qëndrim në një vend. Besimtari zgjedh me nejt në itikaf për shkak që do me nejt qatë xhami. Nëse i duhet me dal për çdo vakt prej xhamis, me shku me fal namazin, realisht i bie që nuk është tu goditur atë shpirtin e itikafit, nga se realisht po del për çdo vakt. Pra ato dietarët domethënë duhet me zgjedh atë xhami e cila i fal 5 vaktet në të, që mos e pas nevojë me dal ai domethënë prej saj. Edhe pse nëse s'falet xhumaja nuk prish punë. Edhe kam shpjeguar në javën e kaluar apo në gjëratën e kaluar se realisht te xhumaja, domethënë të natë çdo xhami falet xhumaja, por realisht në për vendet arabe domethënë falet xhumaja edhe nëse ka më tepër se një xhami që është më e madhe dhe i ngërmbullon domethënë lagjën apo në fshat ose kështu me radhë që aty më bashkuar më fal xhumaja. Kështu që nëse në çat xhami falen vetëm 5 vaktet e nuk falet xhumaja, s'prish punë herë njoftë me dal me fal xhumon. Mirë po nëse s'falen 5 vaktet, aty mos bë itikaf.
Çështja tjetër që kemi cekur ka qenë puna e domethënë njeriu i cili rrin etikaf, nëse është gru, nuk duhet me qenë në periudhat e saj dhe në ciklin e saj mujor, edhe burri nuk duhet me konë gjunub, domethënë i papastër pas kryerjes marrëdhënieve intime, nga se kjo ka ardhur në ajet kuranor që dhe wala junuban illa abiri sabilin hatta taqtasilu, dhe mos ju afroni domethënë namazet dhe xhamijave, domethënë kur jeni papastër vetëm nëse jeni udhëtar derisa të vjen koha mu pastru. Kështu që njeriu që me vetë dëshirë dhe menet domethënë etikaf, as duhet me kon gruaja me menstruacione, as burri me kon domethënë gjunub. Te gruaja kena përmend edhe një domethënë çështje tjetër se nëse do me bë gruaja etikaf, duhet me marr leje prej burrit të vet, se realisht çështja e etikafit është çështje ditëshe dhe domethënë gruaja ka për obligim me dëgju burrin dhe ka obligim ndaj saj, ndaj tina, kështu që nëse s'jap leje burri, atëherë nuk duhet me nejt në etikaf, se kemi shpjeguar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur një herë gratë e tina kishin bërë etikaf, kishin filluar me bërë etikaf pa lejen e tina, që ai ka pas nevojë thjesht për gratë e tina, atëherë ka thonë që me prish dhe ja u ka largue ato tendat ku janë vendosur për me bërë etikaf. Çështje që kanë cekur tjerë dietarët e kanë cekur nëse ka etikaf që është sunet, edhe ka etikaf që njeri zotohet. Zotohet o Zot nëse më jep këtë mirë, ku më agjëru kaq ditë. O Zot nëse më jep këtë mirë, ku më prej kurban për ty. O Zot nëse më jep këtë mirë, ku më nejt etikaf për ty. Ç'kjo është mu zotue. Mirë po në parim këto gjëra nuk janë obligim. Etikafi nuk është obligim, me konsenzus dietarëve është vetëm sunet. Qofse e bën, elhamdulillah, se bën, nuk ka kur farë domethënë përgjegjësie ose mëkati. Mirë po nëse zëtohesh që kom nejt një etikaf, faktikisht tash ja ke bë obligim vetet. Tash nuk i je bash i lirë si në etikafin që është sunet. Fillimisht kur thuhet ju më zëtu, dikush e zëton thotë ku më bë xhamin e Imer Mehmedit, xhamin tonë këto për shembull. Jo zëtum që xhami du me bë etikaf. A bëm në bë etikaf me shku në xhamit zallit? Thënë dietarët në këtë rast po, bën me bë. Ose thjesht u zëtu që ku me bë në xhamit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A bëm me shku me bë në xhami, domethënë Çabës? Po, në 3 xhamijat që janë 3 xhamijat e mëdha të botës islame. Nëse je zëtuat që është pak më pak vlerë, s'pish punë me e zavendësue atë zotimin tënë me një xhami më të madhe. Je zëtu me bë etikaf në Jerusalem, Allah azza wajal e çliroft për aty në zullumçarëve dhe ja u largoft zullumin aty në muslimanëve për aty në të pafeve. Po nëse njeriu ka bë domethënë zotim që me shku me bë etikaf në Aksa në Jerusalem. Mirë po e ka ndru, po do me bën Medinë, bën me bën Medinë. Ama në të kundërtën s'bën. Nëse në Medinë me ranë në një shkallë më poshtë me shku në Aksa, s'bën. Ose ke je zëtu me bë etikaf në Mekën, në Harem, xhamit në Çabe, e me shku në Medinë s'bën, nga se shpërblimi tash dallon. Faktikisht nuk është tash etikafi si në Çabe, si në Medinë apo si në Aksa, me ndrue e me shku dikun më mirë s'prish punë. Me ndru e me shku dikun më poshtë nuk bën nëse ke fjalën të këto 3 xhamijat. Ndërsa nëse domethënë ke bë zotim për këto xhamija tjera, s'prish punë me shku në xhami të ngjashme, nëse i fal 5 vaktet e kështu me radhë, domethënë përveç nëse s'falet xhumaja, për shkak këto të na falet xhumaja në xhami tjetër s'falet xhumaja, tash me ndru këto mesele me thon po shkoj ku s'falet xhumaja, këto thonë dietarët domethënë nuk bën. Puna e daljes. Realisht lëvizjet e panevojshme. Kur njeriu hyn në etikaf nuk duhet me pas lëvizjet panevojshme. Mos me dal pa pas nevojë. Po ti mundesh me dal pa e prish etikafin. Për shembull thu vallahun në etikaf po e kam dikant smut po shkoj me vizitu. Faktikisht ti e ke prish. Nëse shohim valla u dek po shkoj me për cilë në xhenaze. Ose valla ndu një punë biznesi, më duhet me shku me përmbyll një kontratë apo në sene. Nëse është domethënë në etikaf që është sunet, realisht tu ka prish etikafi se e dal pa arsye. Ka në hadith pejgamberit sa se pejgamberi nuk ka dal kur ka qenë në etikaf
të rdomat e veta, edhe pse I ka pas në gjithë me xhamin e pejgamberit, se vetëm se kur ka pas arsye, realisht për nevoja fiziologjike, se ushqimin ja kanë pru aty. Po për nevoja fiziologjike ka shku në shtëpi. Edhe thjesht me dal njeriu pa nevojë për të arsye, faktikisht e prish qofse është domethënë të bë sunet. Etikaf sunet atë nëse duhet me nis për zdyti. Ama nëse kije domethënë etikafin që është zotim, e që tash kur je zotim të bëhet obligim, se ka pas obligim fillimisht, ama vetë ja ke bë obligim. Ka në hadith vërtet pejgamberi sa kur zotohet me bën një vepër, le të plotson atë. Edhe pse në parim në fenë tonë zotimin nuk është I kërkuar. Ka dhënë në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se zotimi nuk sill diçka të mirë, nuk sill diçka që s'e ka caktuar Zoti më ndodh. Mirë po një farformi I nxirret ai ibadet njeriu si më nxirr një kopraci. Në farforme, nëse më ndodh kjo mirë, do të falna. Nëse më ndodh kjo mirë, ku me prej kurban. Nëse më ndodh kjo mirë, ku me bëj itikaf në farforme, njeriu duhet me kon adhurues I devotshëm edhe hiç pa ndodh të mira atë. Faktikisht nuk duhet mu të nxjerr këto ibadete, qoftë ai agjërim, qoftë kurban, qoftë itikaf, si aty kopracet që duhet më nxjerr senat me zor, domthonë ja bëni të mirë për me ta bë në të mirë ashtu me radhë. Mirë po nëse e zotohesh, realisht ja ke bë obligim vetë tash. E kur të ki obligim, ai thash që ka sunet, lejohet me dalë prish, ama ky që ka zotim nuk I lejohet me dalë se e ka ndaluar me dalë nga se ato e kry tash një obligim që ja ka bë obligim vetet. Po dhe ky ka raste kur lejohet me ndodh, me dalë. E ka një antar të familjes që realisht s'ka kush përkujdeset për to hiç. Ose duhet një tretman ko pas kohë që se din askush për antarët e familjes veç ai. Ose ka një xhenaze që realisht s'ka kush e lan, ose s'ka kush që varros, e duhet me kon edhe ky pe tyne. Thjesht arsye pranuara shërit e kisht s'prish punë, ama vetëm për arsye valla se vop me vizitunit smut, ose se vop me përcjell në xhenaze, me varros në xhenaze, ose valla kam një far punë biznise kështu me radh, nuk lejohet se thash nëse del pe atij etikafit që është zotim realisht e ke prish, edhe tu ka prish zotimi, edhe duhet tash me nis për herë dytë, domethënë nëse ki me ditë caktuara fjala, e ki fjalën për 10 ditë në fund të Ramazanit, atëherë si të prishet e duhet me vazhdue, domethënë vitin e ardhshëm. Çështja tjetër që e kanë cekur dietarët është se a I lejohet ai cilën etikaf, qoftë është në etikaf me gruan e vet, me pas marrëdhënie intime gjatë natës, nuk po flas për shkak tash në Ramazan gjatë ditës, se gjatë ditës kjo është e ndaluar dhe shkelja më e madhe që ka mundësi me bën njeriu nëse e prish me marrëdhënie intime në Ramazanin, nga se nëse një njeri e bën gjatë tillë, duhet fillimisht të pendu, masandej me kompenzua ditë, edhe dënimi ka 60 ditë, domethënë agjërim, domethënë pa ndërprej, nëse e bën gjatë ditës. Mirë po jeni etikaf gjatë natës, edhe në veç ata dy në xhami, ose një pjesë xhamis, a lejohet me pas marrëdhënie intime? Jo, nuk lejohet, se kjo është ndaluar dhe kjo prish etikafin automatikisht. Qoftë ai domethënë sunet, qoftë ai domethënë zotim. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ka ardhur në ajet kuranor dhe mos flani me gratë të juaja e ju jeni domethënë etikaf në xhami. Po në rregull, nëse na I lidh atë për çafim e kështu me radhë, e cila ka mundësi edhe që pa kry marrëdhënie intime, ka mundësi me ja kolu, edhe kjo thonë e prish. Po për çafimi edhe se ne mirë po nuk ndodh domethënë e kolimi, thonë është e ndaluar, mirë po nuk e prish etikafin. E nëse thjesht ka nevojë prek ose ajo të prek ty e kështu me radhë, pa kur fare epshi, siç ka ndodhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë etikaf, domethënë e ka hek perdën, edhe e ka fut kokën në dhomë për grave të pejgamberit, edhe ja kanë krej flokët dhe ja kanë pastru kokën. Thjesht gratë e tina e kanë bë, mirë po ka qenë thjesht çështje nevoje dhe nuk ka pas kur fare epshi, edhe pse kanë qenë burrë e gru, atëherë në kësaj rasti domethënë nuk prish punë. Mirë po ajo që më shumë të e prish itikafin është çështja thash e kryerjes marrëdhënieve intime apo përçafimeve, ledhatimeve të cilat realisht domethënë mund me pasua edhe me ajo kolim edhe nëse s'ka marrëdhënie
intime. Edhe të fundit për mos me zgjat, domethënë të çështja e itikafit është se është sunet njeriu kur hyn në itikaf me ditë se pse po hyn në itikaf edhe çka po do me bën në itikaf. Nuk është itikafi, më thonë valla po bëhem një grup shokëve, edhe po hina, edhe llaf, edhe muhabet, edhe kur thojmë neja me fol për këtë dynjan shkup e shkodër, edhe thjesht dhe më thonë tash këtë kohën bashkohore, telefonet e kem, edhe me përcjell këtë çka po ndodh, dhe më thonë këtë dynjan, mos me tik lajm bile fatkeqësisht ka herë ndodh tash këto jo vetëm dhe vajanet dhe në botën arabe, edhe seriale me këqyr, edhe filme me këqyr, dhe më thonë gjatë dhe më thonë itikafit realisht, kjo absolutisht nuk përkon as me vendin ku jenë xhami, as me muajin Ramazan, aq më pak do më thonë itikafin edhe për kushtimin tënë që duhet me pas 10 ditën e fundit, nga se realisht jo që telefonit të më largue, po edhe llafet e muhabetet dhe diskutimet me shok, më në kapi i djetarëve kanë thonë qoftë se ka ligjërata që atë xhami ku ti je të bëj itikaf, a me prezentu ai që bën itikaf do më thonë ligjërata jo. Edhe pse mendimi i saktë duhet me prezentu se thjesht prezantimi i ligjërata është adhurim, mirë po deja ty kanë shkuar, saqë edhe ligjëratat e prezentuaj që dhe është në itikaf. Se lejo më marr me bë llafet kota, më merr me kësanet kota, se realisht qëndrimin në itikaf është për kushtim i shtuar, qofse ne thjesht vina ko pas kohe, falim në namaz, lexojmë pa Kur'an, e bëjmë dhikr, e dalëm, realisht tash duhet me bë shumica e besimtarëve. Ai në itikaf o të bëhet diçka ekstra, o të bëhet diçka më tepër, që faktikisht po mundohet atë pjesë të ditës apo të natës, kur të zgjut që me kalon në adhurim, qoftë namaz vullnetar, qoftë lexim Kur'anit, qoftë dhikr, qoftë meditim me kështu me radhë që me rrit shpëlimin sa më të madh, e sidomos në 10 netën e fundit, që ndoshta edhe arrit natën e Kadrit, e që edhe ne lutim Allahun azza xal që të shfrytëzojmë këtë pjesë të ditë të mbetura të Ramazanit. Ka mbetur 3 net, sot është nata 27. Ndoshta Allah azza xal na jap sukses që ta godasim të qëllojmë natën e Kadrit, e që Allah azza xal na i pranon lutjet. Luteni se kjo natë është kur bëhen përcaktimet vjetore, ajo që ka ndodhur për një vjet. E luteni e të na gjen Allahu azza xal nuk e lutur në këto momente që edhe përcaktimi jon të jetë favorin ton edhe të jetë në birë tonën, e mbi gjitha lutni që Allahu azza xal të na liron prej zjarrit të xhenemit edhe të na shpërblen me xhenet. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.